Mirë, po ndalem pak tek zgjedhjet lokale për të kaluar më pas se diskutimi bëhet më i gjatë më pas për çfarë pritet të ndodh. E keni vendosur me kë do bëni koalicion për Prishtinën, si do t'jetë koalicioni, keni rënë gjithë dakord me PDK-n apo jo, duke qenë se ata kanë tashmë edhe po them çelësin e fitores për njërin apo tjetrin kandidat. Si do të shkojë situata në Prishtinë? Po them në Prishtinë se është kryeqyteti dhe natyrisht ka edhe peshë të rëndësishme edhe për të nesërmen. Natyrisht, Prishtina ka edhe peshën, ka edhe rëndësinë, por ka edhe impaktin politik më të madh se gjithë të tjerët. Ka zhvillime politike që lidhen në parimin tashmë që është bëja afirmuar me koalicione me qytetarët, apo angazhimet përbashkëta me qytetarët, sa e di one angazhimet tilla ka edhe me parti politike, natyrisht, nuk është diçka që duhet mes me nënvizu, sepse pa bashkëpunim dhe pa ndërtim partneritet e pa që Kosova duhet të tejkaloj mendsinë e Zotit Kurti, nuk duhet lejon që të bie në narracionin edhe në grupën politike që Zoti Kurti e ka përgatitur ka plashtu të tjerë. Përparim Rama në këtë fazë si kandidat i si kryetar në detyrë realisht të kryeqytetit, ka bërë gjitha angazhimet që me mobilizu një mbështetje politike më të mëdha. Sa do të ketë formalizime politike të koalicioneve, është çështje e orëve, nuk do të thotë ditëve që do të zbardhen nga kandidatët tonë, qoftë Prishtinë si kryeqytet, qoftë qytete si Gjilani, Peja apo edhe vendbanime tjera. Kthehemi pak tek situata, po ja u bëj një pyetje duke ju cituar kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Nuk e kuptoj, tha, lidhjen demokratike të Kosovës, tha. Mirë sa çdo koalicion me vetvendosjen se nuk më do mua, tha. Por as me PDK-n, tha, nuk do sa koalicion, tha, për të krijuar një qeveri të opozitës, tha. Nuk e kuptoj çfarë do lidhja demokratike e Kosovës. Çfarë do lidhja demokratike e Kosovës? Cila është strategjia e partisë tuaj? Nuk është të vështirë me na lexu neve, edhe nuk është të vështirë me na kuptu ne si LDK. Ne duam Republikën më shumë se që duam partinë, edhe ne duam Republikën më shumë se që Zoti Kurti e don LDK në këtë rast. Sepse Republika e jonë, le të themi AD-u jonë, për te kësaj unë e bëj një dallim të madh mes kombit edhe Republikës edhe AD-ut natyrisht. Zoti Kurti ka shkaktuar avari serioze brenda kombit shqiptar në vendin tonë, në AD-un tonë. Ka ndërhyrje, ka mos komunikim, ka avari dhe mos bashkëpunim të mirë. Mos flas për raporte me slavët në rajon apo raporte edhe me institucione dhe partnerë të mëdhaj që Kosovën e kanë ndihmu. Deri mbrëm kur edhe Siria bëhet mbështetësi pavarësisë Kosovës. Kjo në kupton kur kia lat edhe mes mbrapa të mbështetësit. Zoti Kurti i ka ndërrënu uvrat e bashkëpunimit edhe me partitë politike në Kosovë. Këto problemi. Zoti Kurti ka humbë besimin si një partner bashkëpunues dhe Zoti Kurti po vazhdon mos sjell djalë i mirë vetëm kur ka nevojë politike. Kur ka jo arsye politike, kur ka kërkesë politike, vetëm kur ai është i mbështetur me shpatlla pas murit, atëherë bëhet djalë i mirë në politikë dhe fillon me bë lutje politike. Kjo me LDK nuk funksionon, sepse ne kemi histori bashkëpunimi me vetëvendosjen për dallim me partive tjera. Ne kemi bashkëpunuar edhe raport opozitar, kemi qenë blok opozitar, ne kemi bashkëpunuar edhe kemi provu me bashkëqeverit bashk, dhe kemi provojat tona. Tani tendenca që me u marrë me LDK-n, gjëja që s'po e lexon, s'po e kupton dhe kërkon me bë gjetjen e shekullit duke nënvizu fajtor të ri në Kosovë, është politikë e gabueshme dhe kjo politikë nuk e ndihmon Zoti Kurti. LDK në njerë po nënvizoj, po kthej aty ku e thash, për ne Republika AD-u janë mbi të gjitha. Dhe kompromiset tilla kemi bë. Kompromiset mëdha, kompromiset dëmshme politike, me çdo parti politike kemi bë për hir të parimit që edhe sot e kemi. E vërtet. Zoti Aziri, vazhdoni të qëndroni idesë se Kosovës në këtë moment i duhet një qeveri uniteti
apo tashmë duhet zgjidhja janë zgjedhjet e parakoshme? Kosova ka pas nevojë edhe sot mund të përdoret një qeveri e unitetit, qeveri kalimtare, qeveri, por kanë me pak kohë, pak muaj, por nuk do të thotë që marsi vitit ardhshëm, kur kemi në agjendë presidentin e Republikës me zgjedh, do të jetë situatë e re. Prapë Kosova ka nevojë këtë agjendë të vështirë politike sot që e ka me shtjerë dhe me përballu bashkarisht. Agenda politike që Kosova në tavolinë e ka tashë 2 vite është agjendë që një parti dhe një individ nuk mund ta përballon dhe nuk arriti Zoti Kurti me këtë mbështetje politike që e pat, nuk arriti me përballu, sepse është agjendë për te mundësive që një parti dhe një individ me përballu. Qoftë ai raporti rajonal, qoftë raporti me Serbi në procesin e normalizimit, që është kërthiza e këtij problemit në brenda Kosovës, që lidhet në raporte shqiptare dhe serbe në Ballkan, dhe natyrisht agenda që lidhet me sektorin e sigurisë, në cilin Kosova do të bënë hapa radikal në koordinim me partnerët për të marrë një rrugë apo një drejtim të ri drejt NATO-s, e cila duhet jetë më shpejt, më sigurt dhe më gjithëpërfshirëse, por këtë raport Zoti Kurti e injoron, vazhdon me injoru, dhe natyrisht tash zgjedhjet po shihen si opcion i vetëm. Këto ditë e fundit, zhvillimi më i ri në Prishtinë është partia e parë po mbledh në nënshkrime nga deputetët, ajo që ne e quajmë peticion politik për paraqitë para presidentes vullnetin politik që partia e parë me morë edhe ma herën e dytë në mirëbesim edhe herën e dytë mandatin për themelimin e qeverisë si mundësi. Kjo është ajo që Prishtina po zin këto ditë dhe kem fillu më ballafaqu me një kërkesë jo reale që kjo legjislatur, përkundër që nuk ka qeveri të legjitimume, me miratu buxhetin e vitit ardhshëm dhe me miratu një agjendë e cila ka një pako të ligjeve financiare që janë në ratifikimin ndërkombëtar, kur lidhet edhe interesi Kosovës në planin e rritjes me BE-n, që është volum financiar jashtëzakonisht i madh, kohën kur Kosova ka sanksione financiare nga BE-ja, po ashtu po krejto janë të paqarta, me të drejtën, nuk ka qartësi, nuk ka ftesë, nuk ka zbardhje të agjendës apo të procesit politik, sepse unë menoj që për procese politike le të ketë gjithmonë ka treguar ka dëshmëri. Që nëse nuk bashkëpunon në institucione, bashkëpunon në proces, pako.